Pra nuk e respekton vendimin e gjykatës kushtetuese dhe nuk është hera e parë që e bën. Mos harrojmë precedent më përpara kur doli dhe kryetaria e gjykatës kushtetuese tha për një rast të deputeti në parlament dhe morë në odhën në kosh pa, ndërkohë që duhet të jetë gjykata kushtetuese, po themi krijon edhe normë të re kushtetuese, jo me që interpreton normë kushtetuese gjatë interpretimit të po themi neneve caktuara. Jemi në autokraci dhe kjo tregon plotësisht atë që i kemi thënë. Pra, në mënyrë klasike, për kufizimi i autokracisë është kjo që po ndodh këtu dhe që e themi gjatë gjithë kohës. Po themi dëgjoj disa që thonë po instalohet. Kjo është instaluar ka kohë. Pra po ta shoh nga kjo pikpamje, pa diskutim që nuk është respektuar procedura ligjore, sepse duhet ndodhte në momentin kur po themi e kanë kërkuar këshilltarët bashkiak të Partisë Demokratike. Fakti që e kërkojnë në një moment caktuar, e shprehu në po themi Asamblenë e Partisë Socialiste, tregon që ka qenë një lëvizje partijake dhe në këtë rast është një ndryrje brutale e kryeministrit në të gjitha pushtetet e tjera, pra i zeron që të gjitha. Gjykatë kushtetuese, këshilla bashkiak, bashki, parlament, dhe që i ka shku vetë njërë në për bashki, si kryetar bashkie. Pra nuk ka rëndësi se janë votuar bashkit, nuk ka rëndësi se ka ligj për administratën publike që mbron drejtorët, e keni parë që me urdhër të tij zerojnë gjitha, kështu që jemi përpara të njëjtave kushte. Mendoni që është një test për gjykatën kushtetuese kjo situatë? Sepse dhe mund të reagojë gjykata kushtetuese, çështje interpretimi është, unë kam dëgjuar jurist pro, jurist kundër. Është çështje interpretimi. Mendoni që gjykata kushtetuese? Kjo në thelb, në fakt, sepse ne merremi pa diskutim që kushtetuta është themeli se si funksionon shteti, por këtu ndodhin gjëra shumë më të rënda. Pa diskutim që kanë të bëjmë me dhunimin e lirive dhe drejtave themelore. Kjo në fund ditës çon për Partinë Demokratike, po them, nëse shifet në mënyrë pragmatiste, çon në një situatë që do ketë zgjedhje më shpejt. Shqyr që ka zgjedhje më shpejt, Partia Demokratike ka kërkuar një vit përpara që të ketë zgjedhje. Kështu që nuk ka asnjë shqetësim të madh në pikpamje, po themi të pasojës që ka ndodhur. Po, nëse ka pasojë tek Veliaj, pa diskutim që ai po bën mbrojtjet e veta ligjore, sepse ka pasojë individuale tek ai. Në raport me shoqërinë, pasojë që vjen është që zgjedhjet po vinë më përpara. Mirë se të vinë, Partia Demokratike ka një vit që i kërkon zgjedhjet, duhet që të jemi të gatshëm ta fitojmë Bashkinë e Tiranës, sidomos në kushtet ku kryebashkiaku është në arrest, ku ka shpërthyer skandale dhe ku Partia Socialiste ka një figurë e cila nuk ka profil të lartë në kuptimin e përqyeshmërisë publike, pavarësisht se ka profil politik për shkak se është drejtuese e Partisë Socialiste për Tiranën, dhe nga ana tjetër jo vetëm që nuk ka arritje në dikasteret që ka drejtuar, por ka po themi dështime të theksuara. Në këtë kuptimi, gjithë diskutimi është një diskutim që duhet të bëj, në këndvështrimin tim, duhet të bëj zoti Veliaj dhe avokatët e tij. Partia Demokratike bën mbrojtjen për aq sa bën, po ndërkohë ne jemi para faktit që ka zgjedhje, duhet të shkojmë betejë tani.